Ju përshëndes miq, shpresoj që t'jeni duke kaluar mirë, duke i shijuar ditët e verës që dal nga dal mund të themi që edhe po mbarojnë. E di që gjatë verës truri nuk është aq i përqendruar sa të bëhet palë me kërkesat apo me dëshirat tuaja për të mësuar diçka më tepër, pra i kërkon qetësinë e tij. Gjithsesi, her pas here është e mira që ti shkundim pak ato kufijtë e qetësisë. Dhe sot, për shkak të disa gjërave ose disa situatave që kam dëgjuar, për shembull disa gabimeve të lehta apo të vogla, për sa i përket vetës së tretë numër 1-s, do doja të bëja një mësim të shkurtër për ta qartësuar diçka më tepër këtë mësim. Atëherë, për këtë unë kam zgjedhur domethënë që të marr si shembull veten dhe një aktore më saktë tjetër që e ka emrin Bora. Dhe Bora është një lepurushje e vogël, shumë e bukur, shumë bardhoshe. Dhe Bora do të riktu me mua, do të flej pak, por që ta marrim si shembull. Atëherë, nëse unë do të them I sleep, unë fle. You sleep, ti fle. Bora sleeps, Bora fle. Por pse sleeps? Ose I eat, unë ha. You eat, ti ha. Bora eats. Pse Bora eats? Pse mëse? Ose I play, unë luaj. You play, ti luan. Bora plays, Bora luan. Pse? Atëherë, kemi thënë që në vetën e tretë numër 1-s, foljet ndryshojnë vetëm për kohën e tashme. Pra, vetëm në kohën e tashme, veta e tretë numër 1-s, foljet ndryshojnë. Edhe shumica atyre marrin s. Pra, I eat, you eat, Bora eats. Pra me s. Bora eats. I walk, unë eci. You walk, ti ecën. Bora walks, Bora ecën. Është një krijesë e mrekullueshme. Mund të themi I watch, unë shoh. You watch, ti sheh. Bora watches, me s, watches. Mund të themi I brush my teeth. Unë laj dhëmbët. You brush your teeth, ti lan dhëmbët. Bora brushes her teeth. Pse Bora brushes? Sepse është veta e tretë numër 1-s. Okay? Pra, kemi disa rregulla për veten e tretë numër 1-s dhe kemi thënë që shumica e foljeve kur kalojnë në veten e tretë numër 1-s marrin s. I walk, you walk, he walks, she walks, it walks. We walk, you walk, they walk. Rregulli i parë pra ishte ky. Rregulli i dytë. Të gjithë ato folje që mbarojnë me shkronjën s, doppje s, sh, ch apo z, marrin es që shqiptohet is. Pra ne them I watch, you watch, Bora watches. I brush, you brush, Bora brushes. Rregulli i tretë. Nëse kemi folje që mbarojnë me shkronjën y, edhe para y-s kemi bashkë tingëllore, atëherë y-ja bie dhe bëhet is. Për shembull, I cry, unë qaj, pra shkruhet c-r-y, I cry. You cry, ti qan. Bora cries, Bora qan. Pra, y-ja bie dhe bëhet is. Por kemi dhe rast kur folja mbaron me y dhe para y-s kemi zanore, dhe në këtë rast y-ja qëndron dhe i shtojmë vetëm s. Pra, I play, you play, Bora plays.
Kemi një rregull tjetër që have është folje pa rregull dhe bëhet has. I have, you have, Bora has. I have 2 big ears. Unë kam 2 vesh të mëdhenj. S'po e them you have big ears, po e them you don't have big ears. Bora has not very big ears. Pra nuk është se I ka vesh shumë të mëdhenj Bora, I ka vesh shumë të bukur. Tjetër, go dhe do bëhen goes dhe does. I do. You do. Bora does. I go. You go. Bora goes. Këto pra janë rregullat e vetës tret nëmër 1-jes, por nëse nuk I mbani mend, pra ka shumë mësime në faqen tonë për sa I përket foljeve në vetën e tret nëmër 1-jes, por nëse doni diçka më të detajuar, mund të lini komentin tuaj dhe do t'ju sjell 2 apo 3 video që shpjegohen me detaje dhe me shumë shembuj këto gjëra. Edhe një herë urojmë të dy bashkë me Borën, ja dhe Bora, urojmë që t'jeni duke kaluar pushime të mbara, të bukura dhe ju përshëndesim dhe ju themi që po vjen shtatori dhe kemi mësime të tjera domethënë për të kaluar dhe për t'i mësuar. Ju falenderojmë dhe dëgjohemi në video të tjera. Mirupafshim.